Përshëndetje, unë jam doktori Selda Sedia. Sot do të flasim për unë zgjedh qetësinë mbi konfliktin e brendshëm. Pozitiviteti nuk është naivitet, është zgjedhje, është të mos ushqesh mendimin që të dobëson, është të mos qëndrosh në betejë me veten, është të thuash unë zgjedh qetësinë mbi konfliktin e brendshëm. Lufta e brendshme kërkon energji. Pozitiviteti e rikthen atë. Lufta na ndan nga vetja, pozitiviteti na bashkon. Sepse forca më e madhe nuk është të luftosh me veten, por të bëhesh aleat i vetes tënde. Shumë herë jetojmë të mbushur plot mendime, plot përgjegjësi, plot pritshmëri. Dhe brenda nesh nuk mbetet hapësirë për frym. Mendimi na mëson të krijojmë këtë hapësirë jo duke u larguar nga gjithçka, por duke mos e kapur veten pas gjithçkaje. Pikërisht, hapësira e brendshme është momenti kur meditimi kalon dhe ti nuk e ndjek. Kur emocioni shfaqet dhe ti nuk e shtyp. Kur ndalesh dhe e lejon veten të ndjej pa frikë. Pikërisht, kjo hapësirë nuk është dobësi. Nuk është boshësi, por është pikërisht ajo që duhet, është qartësi, është vendi ku reagimi bëhet zgjidhje, ku fryma bëhet spirancë, ku ti ndihesh i qëndrueshëm edhe ku gjithçka jashtë lëviz. Dhe pikërisht kjo magji ndodh aty ku ti merr vendimin për të praktikuar yin yoga. Jo vetëm muskujt, frymarrja dhe trupi shndrohen, por dhe mendja fillon të ngadalësohet dhe të marrë pikërisht frym. Shpesh mendojmë se shërimi vjen nga përpjekja, por yin yoga na mëson se shërimi shpesh vjen nga vetja. Leja për të ndjerë, leja për të qëndruar me veten, leja për të qenë perfekt, për të lejuar vetes tënde thjesht të jesh perfekt, të jesh aty në praktik dhe të arrish atë gjithçka që ti tani e dëshiron. Dhe aty, në heshtje, mendimet humbasin intensitetin. Frymarrja bëhet më e qetë, trupi ndihet më i sigurt. Ngadalësia krijon hapësirën dhe në atë hapësirë emocionet fillojnë dal nga dal të zbuten. Jo sepse ne po i largojmë, as që po i luftojmë, por thjesht jemi aty me to të pranishëm, duke i lejuar ashtu siç janë. Nuk ka asgjë për të arritur, mjafton vetëm thjesht të jesh e pranishme dhe të lejosh gjithçka të ndodhi përreth teje. Pa i vëzhguar, pa u bërë pjesë e betejës, thjesht qëndro në atë moment dhe fillo të mendosh pozitivisht. Pa zhurmë, pa qenë dramatik, por thjesht të jesh i qëndrueshëm. Sepse pozitiviteti është vetë fuqia, që na rikthen energjinë që duam. Kur ndalojmë së luftuari me veten, energjia nuk shpërqendrohet në asnjë dimension tjetër. Ajo kthehet në qartësi, në butësi dhe në besim. Të jesh pozitiv nuk do të thotë të jesh gjithmonë mirë, do të thotë të zgjedhësh dritën edhe kur ka mjergull. Faleminderit që po zgjedh ngadalësinë, faleminderit që po zgjedh thellësinë. Unë jam doktori Selda Sedia dhe bashkë do të shihemi sërish në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.